vërtet ka qenë një ngjarje sensitive edhe për ne. Jemi njoftuar dje që disa prej studentëve kanë shkuar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Gjendja e tyre është paraqitur në simptoma të lehta dhe jo shumë të rënduara, por gjithsesi ne kemi marrë gjithë masat në Akademinë e Sigurisë për t'u ardhur ndihmë gjithë studentëve që ndodheshin aty. Përsa i përket veprimeve që ne ndërmorëm dje, është bërë e mundur që të arrestojmë 2 prej personave përgjegjës që kanë kryer gjithë pjesën administrative të kompanisë dhe pjesën reale me përgatitjen e ushqimit dhe gjatë këtij momenti është shpallur edhe në kërkim administratorja e firmës. Në bashkëpunim me AKU-n është bërë ditën e djeshme bllokimi të gjithë lëndës që është përdorur në ushqimin që kanë konsumuar studentët. Vazhdon gjurmëshmëria e gjithë produkteve që janë përdorur aty, por aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprer pasi ka dhe disa fusha të tjera ku vepron dhe nuk është ndërprer dhe ushqimi dhe furnizimi dhe gjatë ditës sotme të studentëve. Vazhdojnë gjithë veprimet hetimore në bashkëpunim me prokurorinë, me AKU-n për të kryer gjithë ekzaminimet e nevojshme dhe aktet e ekspertimit për të parë të gjithë dinamikën e ngjarjes se përse ka ndodhur dhe ka ardhur ky problem. Faleminderit.